A mund ta imagjinoni një ushtri të skleverëve që tronditi themelin e perandorisë më të madhe të kohës. Një grusht gladiatorësh të rebeluar, që u shndrua në një ushtri prej qindra mijëra vetash, e që për 3 vite me radhë e bënë Romën të dridhej. Kjo është historia e Spartakut, por jo vetëm e tij. Është edhe historia e ilirëve para ardhësve tanë, që ishin në zemër të kryengritjes më të madhe të skleverëve në botën e lashtë. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike për të mos humbur asnjën nga tregimet tona ku e kaluara rilind para syve tuaj. Spartaku ishte një gladiator trak, i trajnuar për të luftuar deri në vdekje për argëtimin e romakëve. Por në vitin 73 para erës son, ai dhe një grup prej rreth 70 gladiatorësh u arratisën nga shkolla famkeqe e Capuas. Ata nuk kishin asgjë në fillim, vetëm armë të thjeshta kuzhine. Por brenda pak ditësh, ata u kthyen në një forcë që filloi të sfidonte legjionet romake. Shpejt mira sklever ju bashkuan dhe ushtria e tij u rrit në mënyrë marramendëse. Mes tyre një pjesë shumë e madhe ishin ilirë. Roma kishte bërë luftra të gjata dhe të përgjakshme në Iliri gjatë shekujve 3 dhe 2 para erës son. Çdo betejë sillte mijëra robër. Ata shiteshin në tregjet e Italisë, shërbenin si punëtor të detyruar në latifundiumet e mëdha ose dërgoheshin në shkollat e gladiatorëve. Roma kishte zhvilluar 5 luftëra të ashpra kundër fisëve ilire. Pas çdo lufte, mijëra burra, gra e fëmijë merreshin në robë dhe dërgoheshin në Itali. Shumë prej tyre shiteshin si sklever në tokat bujqësore të kompanisë së Sicilisë, ndërsa më të fortët dërgoheshin në shkollat e gladiatorëve. Për romakët, ilirët ishin të përshtatshëm për arenën, luftëtar të lindur, të paepur dhe të frikshëm përballë çdo armiku. Në shkollën e Capuas, ku nisi kryengritja e Spartakut, kishte me siguri edhe ilir. Ata nuk harronin kurrë se çfarë kishte ndodhur në vendlindjet e tyre. Prandaj kur shpërtheu kryengritja e Spartakut, ishte e natyrshme që një numër i madh ilirësh të bëheshin pjesë e saj. Ata nuk ishin thjesht sklever pa emër, ata ishin luftëtar me përvojë, njerëz që kishin luftuar më parë kundër vetë Romës. Shkrimtarët antik si Plutarku dhe Apiani përmendin se ushtria e Spartakut përbëhej nga trakas, gal dhe ilir. Spartaku nuk ishte vetëm një gladiator, por një gjeni i luftës. Ai njihte mirë mënyrat se si Roma luftonte. Në fakt, Spartaku nuk ishte vetëm komandanti i tyre, por shpesh i organizonte trupat sipas prej ardhjes etnike. Kjo do të thotë se ilirët luftonin së bashku, me një disiplinë dhe forcë që i bënte të dallueshëm në fushën e betejës. Kjo krijonte një ndjenjë uniteti brenda ushtrisë dhe rriti disiplinën. Ilirët përbënin bërthama të forta të këmbësorisë, të cilët mbanin vijën e parë në shumë beteja. Shpesh kur përballeshin me legjionet romake, ilirët me guximin e tyre hapnin rrugën për ushtrinë kryengritëse. Njën nga komandantët më të rëndësishëm, Kriksi, që udhëhoqi mijëra luftëtar kundër ushtrive romake, mendohet nga disa burime të ketë qenë me origjinë ilire ose të paktën të ketë pasur një trup të mbushur me luftëtar ilir. Në kulmin e saj, ushtria e Spartakut numëronte nga 70 deri në 120.000 persona. Një forcë kolosale për një kryengritje që kishte filluar me vetëm disa dhjetra gladiator, dhe në atë forcë ilirët përbënin një pjesë të rëndësishme.
Ata kishin sjell me vete jo vetëm urrejtjen ndaj Romës, por edhe traditën e luftës ilire, krenarin dhe guximin që i karakterizonte ndër shekuj. Betejat kundër ushtrive romake ishin të shumta. Në fillim, rebelët fituan disa herë rresht, duke turpëruar legjionet romake. Në betejën e parë serioze kundër Romës, kryengritësit shpartalluan legjionet e dërguara. Kjo ishte e paimagjinueshme, një turm sklevërish, po thyente ushtrinë e perandorisë. Ilirët kishin rol kyç në këto fitore. Të mësuar me terrenet e ashpra malore, ata përdornin manovra të shpejta dhe sulme të papritura. Kjo ishte arma e tyre kundër taktikave të rënda romake. Një historian romak do të pranonte më vonë me turp se këta sklevër luftuan me trimëri që i takonte më shumë ushtarëve të lirë se sa sklevërve. Ilirët ishin në vijën e parë, duke luftuar me egërsi dhe duke përdorur shpatat e shkurta e heshtat, armë tradicionale e tyre. Por me kalimin e kohës, Roma e kuptoi se kjo nuk ishte një kryengritje e zakonshme. Kriksi udhëhiqte galët dhe ilirët, dhe fatkeqësisht në një betejë të madhe, ata u rrethuan dhe u masakruan. Vet Kriksi ra i vrar, dhe më të edhe mira ilir. Ky ishte një nga momentet më të dhimbshme të kryengritjes, sepse ushtria humbi njësitë e saj më të forta. Por edhe në vdekje, ilirët lanë pas një shembull trimërie që romakët nuk e harruan. Pas 3 vitesh lufte të pandërprera, Roma mobilizoi generalin Crassus dhe më vonë edhe Pompeun për të shuar kryengritjen. 10 mijëra sklevër u vran, Spartakura në betejën e fundit, dhe 10 mijëra sklevër mes tyre edhe shumë ilir u kapën në robë. Për të dhënë një mësim, romakët i kryqëzuan përgjatë rrugës së famshme Apia një varg i pafund kryqesh, 6.000 njerëz të varur. Mes tyre kishte edhe ilir. Ata që dikur ishin luftëtar të lirë në malet e tyre, tani përfunduan të kryqëzuar në tokën e huaj, por emri i tyre nuk u harrua. Ata ishin pjesë e një nga kryengritjeve më të mëdha që kishte parë ndonjëherë bota e lashtë. Dhe dëshmia më e madhe se edhe në skllavëri ilirët nuk pranonin të dorëzoheshin. Kryengritja u shtyp. Megjithatë, kujtimi i kësaj kryengritje mbeti i gjallë. Ajo tregoi se edhe sklevërit, edhe ata që ishin robëruar dhe poshtëruar mund të ngriheshin për dinjitet dhe liri. Dhe në këtë histori ilirët nuk munguan. Ata ishin aty, në mesin e atyre që sfiduan Romën dhe paguan me jetën e tyre, por lanë pas një shembull të përjetshëm të guximit dhe qëndresës. Kjo nuk është thjesht një faqe e harruar e historisë së Romës, është edhe një pjesë e historisë sonë, sepse ilirët, para ardhësit tanë, ishin aty. Dhe kjo na bën që të shohim me krenari se edhe në kryengritjen më të madhe të botës së lashtë, gjaku ynë ka rrjedhur në betejat për liri. Në fund dua t'ju pyes juve, çfarë mendoni për rolin e ilirëve në kryengritjen e Spartakut? A duhet ta shohim këtë si një nga momentet më të hershme të rebelimit të shqiptarëve kundër pushtuesve? Shkruani mendimin tuaj në komente. Së bashku e ndërtojmë këtë mozaik të historisë. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetishëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.